يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. O bita Ademit, let mos ju angrej mendjen djalli ashtu si që nxori prindërit tuaj prej xhennetit, e u zhveshi rrobat që t'u zbulonte vendet e turpshme, sepse djalli dhe soi i tij ju shohin juve kurse ju nuk i shihni ata, ne I kemi krijuar djajt që t'jenë miqtë atyre që nuk besojnë. Kuptimi: O bita Ademit, ashtu si që nxori djalli prindërit tuaj prej xhennetit, let mos hedhe dhe ndër ju nga tresa që ju lën pa xhennet. Ai u bë shkak që Ademi dhe Havaja të nxiren prej xhennetit, që është vendi i qetë dhe të zbresin në këtë tokë e cila është vend nga tresash. Djalli aq tepër u mori mendjen prindërve tuaj sa u bë shkak edhe për zbulimin e vendeve të tyre të turpshme. Pra o bita Ademit, duhet të ruheni nga dhelpëritë e djallit dhe t'i luteni Zotit që t'ju ruaj prej tij, sepse djalli me të vetët ju shohin juve kurse ju nuk I shihni ata. Prandaj duhet të nxirrni mësim nga pësimi që u ndodhi Ademit dhe Havas dhe t'i luteni Zotit me përvojturi që t'ju ruaj prej sherrit të djallit. Ne I kemi bërë djajt miqë shoktë atyre që nuk besojnë, të qafirëve, prandaj let mos ju gaboj djalli dhe let të mos ju astolis punët e këqija. Prandaj largohuni nga miqësia e djallit, mbajeni ndërmend kurdoherë ndodhi në Ademit. Mjafton kjo ndodhi për zgjimin tuaj. Ruhuni prej djajve, sepse Zoti ka krijuar ata në një mënyrë që ata ju shohin juve dhe ju nuk I shihni ata. Djajt dinë çdo hall tuaj, prandaj mund t'ju gabojnë dhe ju, pa ndihmën e Zotit nuk mund të ruheni prej tyre, prandaj kërkoni ndihmën e Zotit tuaj. Zoti për të treguar sjelljet e atyre që ndjekin djallin urdhëron e thotë: O idh fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Ata miqtë e djallit kur bëjnë ndonjë paturpsi thonë se kështu e kemi gjetur prej prindërve tanë dhe se Zoti ka urdhëruar për atë punë. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha. Thua ju atyre Zoti kurrë nuk e urdhëron paturpsin. Kështu hidheni poshtë fjalën e tyre. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? A thoni në emër të Zotit një gjë që nuk e dini? Kuptimi: Qafirët që kanë zënë për miq djajt kur bëjnë ndonjë fajt të cilin Zoti e ka ndaluar thonë: ne kështu I kemi gjetur prindërit tanë ta bëjnë këtë punë dhe Zoti ka urdhëruar për të, sepse po të mos kishte urdhëruar Zoti prindërit tanë nuk do të vepronin kështu. I dashurim, thua ju atyre Zoti kurrë nuk I urdhëron punët e këqija, prandaj qysh thoni ju në emër të Zotit gjëra që nuk I dini. Shpjegime: Për fjalën fahishe disa kanë thënë se është për tavafin që ata e bënin lakuriq. Në të vërtetë kjo fjalë përfshin të gjitha afajet e mëdha që janë punë të turpshme, për ata që kanë mendje të plotë dhe të kulluar. Idhujtarët I bënin punët e këqija me qëllim adhurimi duke u mbështetur në dy arsyet që tregon ajeti. 1. Ata mbështeteshin në veprimet e prindërve dhe të sërgjyshërve të tyre. 2. Besonin se Zoti ka urdhëruar ato punë. Në këtë ajet Zoti nuk I përgjigjet arsyes së parë, sepse dihet se në çështjet e besimit nuk lejohet imitimi të tjerëve, taklid, por duhen vëzhguar arsyet e logjikshme. Prandaj Zoti e lë këtë në heshtje dhe I thot pejgamberit që t'i përgjigjet vetëm arsyes së tyre të dytë. Rregulli I përhershëm I vendimit të Zotit është që ai urdhëron vetëm punë të mira e morale të pëlqyeshme dhe jo punë të turpshme. Prej fjalës e te kulune nënkuptohet se ajeti do thot ju nuk mund të më thoni se ju e keni dëgjuar vetë Zotin t'i urdhëroj robt që të bëjnë punë të këqija, sepse nuk është e mundur që ju ta dëgjoni fjalën e Zotit, por ju nuk keni dëgjuar as prej pejgamberëve të tilla urdhra, sepse ju e mohoni profetësinë. Pra qysh guxoni të shpifni kundër Zotit gjëra që nuk I dini se I ka thënë. Zoti tregoi se nuk ka urdhëruar punë të këqija, por treguar edhe se ai ka urdhëruar drejtësi e punë të tjera të mira, urdhëron e thotë: Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun. I dashurim, thua ju atyre Zoti im më ka urdhëruar për drejtësi. Ktheni edhe fytyrat tuaja kahqabeja sa herë që të faleni dhe kudo që të bëni sejdë dhe lutuni atij me thjeshtësi qëllimi, sepse ai Zot ashtu siç ju ka qitur në dritë herën e parë, po ashtu përsërit ai do të ktheheni. Fariqan hada wa fariqan haqqa alehim ad-dalala. Ai e ka udhëzuar njërën parti në rrugën e drejtë sepse aty e kanë vënë në veprim dëshirën e tyre dhe një parti tjetër që kanë pëlqyer kufrin ka merituar humbjen. Pra ditën e Kiametit kështu do të kthehen të dyja partitë.
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Ata duke e lënë Zotin kishin marrë për miq djajtë dhe kujtojnë se kanë gjetur rrugën e drejtë. Kuptimi: O më i nderuar i profetëve, thuaju atyre që mëtojnë se i pas ka urdhëruar Zoti në punë të turpshme, Zoti im mua dhe gjithë robët e vet i ka urdhëruar për drejtësi, sepse të gjithë urdhrat e tij janë të drejtë e të gjitha ndalimet e tij janë të drejta, pa të meta e pa të tepërta. Ndër urdhrat e drejtë që ka dhënë Zoti janë: kthehuni në çdo falje, ka ana morale e Zotit, dhe të mos prireni, sa në një anë, në anën tjetër, por uluni dhe lutuni Zotit. Me nijet vetëm për atë dhe jo për faqe e sy të botës. Jeni të drejtë në bindje në adhurim dhe fen ta keni vetëm për Zotin e vërtet, sepse ai ashtu siç ju krijoi herën e parë, po ashtu te ai do të ktheheni ditën e Kiametit. Një grup prej jush e diktuan udhën e drejtë duke arsyetuar me fillimin e krijimit të vet dhe e kanë besuar ahiretin, kurse një grup tjetër kanë pëlqyer humbjen dhe janë bërë të merituar për atë humbje, sepse kanë marrë djajt për miq dhe kanë lënë Zotin pasdore, kanë vepruar siç u ka thënë djalli dhe kujtojnë se janë në rrugën e drejtë. Mos jini prej këtyre. Shpjegime. Fahri Raziu dhe Hazini tregojnë prej Ibn Abbasit se fjala qist, drejtësi, në këtë ajet është për kelimetut tauhid, fjalën e shehadetit, për të besuar se Zoti është një e i vetëm me të gjitha cilësitë e tij. Pra Zoti në këtë ajet urdhëron 3 gjëra: 1. Të mësohen në rregullat e besimit, usulul i'tiqad. 2. Në çdo falje të kthehemi ka ana e Qabes. 3. Fjala të kryhet vetëm për hir të Zotit, me frazën kema bada'akum ta'udun. Ashtu siç ju ka filluar, ashtu do të ktheheni, theksohet se duhet besohet ahireti. Bejzaviu thot se Zoti, për të vërtetuar se do të ngrihemi prej varesh, ringjalljen e ka shëmbëllyer me fillimin e krijimit. Kuptimi i kësaj fraze mund të jetë edhe: ashtu siç jeni krijuar prej dheut, përsëri, po në dhe do të ktheheni, ose ashtu siç jeni krijuar herën e parë të zhveshur, po ashtu lakuriq do të dilni prej varesh, ose ashtu siç ishin në dynja dy partish, besimtar e mohues, po ashtu do të ngriheni prej varesh dy partish, njëra e udhëzuar në rrugën e drejtë, hidayet, dhe tjetra në udhën e humbjes, dalalet. Fraza "Ud'uhu mukhlisina lahu-d-din" do të thotë: në adhurime e lutjuni Zotit me thjeshtësi dhe mos pranoni dyftërsinë, hipokrizin në asnjë punë tuajën e në asnjë veprim tuajin.